Arnor Sadiku, faleminderit që pranuat ftesën për këtë intervistë të shkurtër në lidhje me gjitha zhvillimet që po ndodhin aktualisht në Kosovë. Pyetja ime fillestare është në lidhje me atë çfarë ndodhi mbrëm në kuvendin e Kosovës. Kemi një vendim të kërkuar nga kryetarja e kuvendit Albulena Haxhiu, drejtuar gjykatës kushtetuese, për pezullim të punës dhe kërkim të gjetjeve të shkeljeve të kushtetutës nga ana e deputetëve për mos pjesëmarrjen në seancën për zgjedhjen e presidentit. Pastaj kemi kërkesë që të stopohen secili aktivitet i mundshëm, qoftë presidencial ose i kuvendit, për shkak të mos krijimit të një amullie rreth gjendjes aktuale politike. Por në anën tjetër, sot në mëngjes pam që Vjosa Osmani, presidentja në detyrë, tashmë ka shpërbër kuvendin. Mendon që kjo është e saktë dhe cila është rruga e duhur realisht, sepse kemi një përplasje nga të dyja polët? Po e para punës mendoj që kemi pasur një përballje të egove në politikë dhe jetë racionale dhe për faktin e kësaj kemi ardhur deri tek kjo situatë e palahmueshme e cila, si më thoni, ka përzi kompetencat e institucioneve, qoftë kuvendit, qoftë presidencës, në të njëjtën kohë dhe qeverisë. Po kjo është për fakt një papjekuri politike që ne e kemi ndërtuar me vite me zbashku me bashkinë ndërkombëtare dhe kur ata na lën pak që ne le të themi të jemi më të pavarur, atëherë u pa që ne nuk dim të kryejmë punën tona fatkeqësisht. Dhe si më thonë, për këto gjëra do të jetë më tepër do të sqarojë gjykata kushtetuese, por kam përshtypjen që kërkesa e kryeparlamentares, si më thonë Haxhiu, mendoj që nuk do të jetë objekt i punës së gjykatës kushtetuese, më shumë do të ishte kërkesë nëse do të qohej, le të themi, dekreti i presidentës Osmani për interpretim nga gjykata kushtetuese. Ka hapësirë ky dekret të interpretohet nga gjykata kushtetuese? kushtetuese? Po varësisht se si e shikojmë, në rast se shikojmë kontekstin, si më thonë, me qenë se vetë partitë politike ishin kuvend dhe nuk mundën me arrit një marrëveshje për presidentin, i bie që një farë me ato faktikisht e kanë humbur më racionalin që të kontaktohen ndonjëherë nga presidenti Asmari për të marrë një pëlqim rreth këtij dekreti për zgjedhje. Ajo që ka mbetur për mendimin tim është vetëm caktimi i datës së zgjedhjeve, por sidoqoftë këto gjëra do t'i sqarojë më mirë ndoshta gjykata kushtetuese, por kam përshtypjen që vendimi për të kërkuar, si më thonë, arrin domthonë deputetën seancë apo jo, unë mendoj që nuk e bën atë punë gjykata kushtetuese për shkak se do ndërhyj direkt në punën e deputetëve për faktin që por kemi edhe dy akt vendime të tjera të viteve paraprake që kanë folur pikërisht për këtë prezencë. Nuk kanë qenë për rastin e presidentit, kanë qenë pikërisht për rastin e zotrit Thaçi në 2016 dhe në njërin nga pikat në akt vendim të kushtetues thuhet që deputetët nuk janë të obliguar të qëndrojnë. Ka do të varet në dëshirën e tyre politike. Unë besoj në interpretimin e kushtetutës jo të gjykatës kushtetuese për shkak se ka pasur polarizime dhe interpretime të ndryshme të saj. Unë kam përshtypjen dhe besoj shumë që është në të drejtën e deputetit që ai të vendosë a dëshiron me qenë seancë apo jo, sepse atë drejtja ka dhënë populli. Dhe nëse ne detyrojmë në bazë vendimeve të gjykatës kushtetuese që deputetët të rrinë në kuvend dhe të formojnë kvorumin për zgjedhjen e presidentit pa dëshirën e tyre, i bie që automatikisht ne po ndërhyjmë në vullnetin e tyre dhe kësaj le të themi ata mos se kanë pavarësinë e tyre politike që ja ka dhënë populli. Andaj domthonë mendoj që kjo nuk është e drejtë dhe kësaj mendoj që do të ishte një interpretim i gabuar qoftë juridik, po do të kishte pasojë politike. Ajo që unë besoj është ashtu siç e thot Kushtetuta e Kosovës që le të themi përgjithësia dhe fundamenti asaj për shkak ata janë zgjedhur deputetët e Parlamentit të Kosovës është që ata me bindje të drejtë të plotë të ushtrojnë të drejtën e tyre qoftë për të qëndruar në kuvend dhe nëse qëndrojnë për të votuar për kundër ose abstenuar. Por nëse ne i detyrojmë atë i bie që nuk ka nevojë që ne kemi, si më thon, president i cili do të jetë i le të themi diskutuar dhe kësaj i konsenzusit midis pozitës dhe opozitës, po ato pozita do të takonin vetëm një partie politike në këtë rast ose koalicionit fitues të zgjedhjeve. Dhe kjo pastaj bie ndesh me formën e balancit dhe të një republike parlamentare siç është Kosova. Atëherë i bie që ne kemi një republike e cila le të themi është monopartiake dhe gjitha si më thonë këto postet shtetore të takojnë vetëm një koalicion i fitues, kushdo që të jetë ai këtë rast këto lloj zgjedhjeve është si më thonë lëvizja dhe vendosja në bërë zgjedhjet e kaluara ka qenë ta zonë PDK-ja ose LDK-ja.
Ju e cekët që dekretin e presidentës do duhet ta shqyrtonte gjykata kushtetuese më Nëse shpejt. ka materie, nëse dërgohet për interpretim, si që gjë për cilën deri më tani nuk e ka dërguar askush, dhe konsideroj që këtu do duhet ishte fokusi më shumë i kryetarës së kuvendit, sesa të ngutej dhe të merrte një vendim për çështje shumë teknike sa do duhet rrinë deputetët në kuvend apo jo, sepse nëse ne i ndërhyjmë mendoj që kjo nuk do duhet jetë praktik në Kosovë që gjykata kushtetuese të interpretojë, le të themi, vullnetin dhe punën e deputetëve, atë gjë ja ka dhënë populli atë drejt dhe përderisa nuk ka me këtë mohim të prezencës së tyre ndonjë vepër penale apo që bien kundërshtim me rregullat kushtetuese, më nuk mendoj që ata do duhet të cedoheshin në aspekt qëndrimit apo qëndrimit në kuvend. A i duhet Kosovës edhe një parë zgjedhje të jashtëzakonshme, duke qenë se i mbajtën dy palë të tilla vitin që shkoi. Në Ishim një vit të humbur. Në rrethana racionale jo, por si duket kemi pasur, e thash edhe më herë, përballje të egove midis krerëve të shtetit dhe kjo ka çuar si më thonë në zgjedhje të reja parlamentare që tregon domthonë për formën dhe vendin se si kemi hyrë në një çorsokak edhe politik dhe juridik dhe natyrisht që pasojat për këto do t'i marrin vetë liderët aktual të shtetit të Kosovës. Pse erdhi kjo përplasje? Duke qenë se tandemi Kurti Osmani në 2021 ishte në një linjë dhe bëri atë që askush s'kishte bërë më parë. Fitoi mbi 50%. Pastaj ishte një rrugë në gjithë 5 vjeçarin e zonjës Osmani, kemi pasur më shumë dagurite me Kurti sesa me partitë të tjera. Përjashtim bën 2 vitet e fundit. Ku çaluan? Ku ndodhi kjo përplasje mes Kurtit Osmani? Thash edhe më parë, kemi ardhur në një situatë caktuar ku mosbesimi midis palëve, le të themi, që kanë qenë në një koalicion qeverisës ka ardhur deri aty sa që zonja Osmani ka kuptuar që edhe partitë që kishte krijuar ajo listën guxot tani më nuk kontrollohej. Normalisht ai nuk do të ka drejt kushtetuese që të kontrollojë, por të paktën ketë një farë lloj koordinimin, kuptimin për çështjet politike të rëndësisë veçantë, siç është azam kushtimi i presidentit apo edhe forma të tjera. Dhe kësaj edhe zoti Kurti e ka pasur që me presidentin Osmani në momentin që do ta merrte mandatin e dytë, sigurisht ai nuk do të subordinohej si kishte subordinuar mandatin e parë, dhe ai dëshironte që aty të vendosë një njerëz i cili praktikisht është nën komandën e tij dhe mund të ketë pesh pastaj në çështje që janë gjyqësore, siç është vendosja e prokurorëve, vendosja e gjyqtarëve kështu me radhë. Gjitha këto janë si më thonë parametra që tregojnë se le të themi ka pasur një krisje të raporteve tyne dhe kjo manifestuar me një përballje të egove. Përveç e përballjeve egojeve, ka të bëjë kjo edhe me relacionet që tashmë Osmani vendosje me administratën Trump dhe Kurti nuk e ka atë raport të mirë timi me administratën amerikane. Absolutisht po, sigurisht që konkurenca politike midis liderëve ka bërë që le të themi zonja Osmani për shkak të një qëndrimi më të butë karshi bashkisë ndërkombëtare dhe një bashkëpunimi individual, veçanërisht me Shtëpinë e Bardhë dhe kabinetin e presidentit Trump, pastaj edhe me pjesëtarë të Unionit Evropian, sidomos krerët e Gjermanisë dhe Francës, ka bërë që, si më thonë, zoti Kurti të jetë në një, si më thonë, pashmangshmërisht jo i përfillur nga bashkia ndërkombëtare dhe kjo le të themi ka bërë që të jetë një farë lloj xhelozie politike se unë jam zoti Kurti mund të thoshte që unë jam lideri më i votuar në Kosovë, kurse zonja Osmani po jetë si më përfaqësuesi kryesor i Kosovës në arenën ndërkombëtare. Nëse shkojmë në zgjedhje, kur do të qofshin ato, edhe pse në bazë të skenareve që pak a shumë po lexohen, dëshira e Kurtit është që zgjedhjet të shkojnë deri rreth verës, atëherë kur do të vinë sërish diaspora dhe ai të ketë pikërisht fuqinë e votës siç e kishte në dhjetor. Mendoni që Vjosa Osmani mund të rifutet në garën zgjedhore? Dhe me kë e shihni që do të rifutet? Po, sipas gjitha gjasave skenarët të qoftë të kampit të opozitës dhe të opozitës janë, si më thonë, që ndoshta të shkohet dikush më shpejt këtë rast opozita dhe dikush pak më vonë siç është pushteti, por sidoqoftë mendoj që është e pa justifikueshme që Kosova mos ketë institucione funksionale për 6 muaj, do të ishte mirë që sa më shpejt kemi zgjedhje dhe në të njëjtën kohë, meqense se partisë smojtën me u marrë vesh le të themi për zgjedhjen e krejut shtetit të tas presidentit Republikës, atëherë është domosdoshme që zgjedhjet bëhen sa më shpejt dhe të kemi institucione legale dhe legjitime. Sa i përket zonjës Osmani, kam përshtypjen që
ka pasur negociata sidomos ditëve të fundit që ajo mund të jetë kthehet në Lidhjen Demokratike të Kosovës, njerëz si Barçe listës, ndoshta më vonë edhe si lidere e saj, për faktin që u pa me liderin aktual zotin Abdul Gjiku, edhe vetë ai besoj ka kuptuar që ishte 15 deputet, jo më shumë, nuk kishte domthonjë potencë as mbështetjes publike e as politike. Dhe mendoj që me zonjën kemi në zonjës Vjosa Osmani, mendoj që Lidhja Demokratike mund ta kapitalizojë në rezultat shumë më të mirë dhe le të themi serioz, e cila do ta bënte forcën e dytë politike ose pse jo ndoshta edhe të parën në rast se shkon me të ta zonë qoftë të zgjedhje apo në zgjedhje të ardhshme. Po, ta bëjmë një situatë hipotetike. Kemi ish krerët e UÇK-s në Hag, të cilët janë në proces përfundimit të fjalës së fundit të gjykatës, që brenda pak muajve, ndoshta në prill, do dalë edhe fjala përfundimtare. Në rast që shpallën të pafajshëm dhe rikthehen në Kosovë, mendoni që më këto statistika të zgjedhjeve të dhjetorit nuk do të qëndrojnë për shkak se ata do involvohen sërish në partitë të cilën i kanë përkasur PDK-n? Nëse ka vendim lirues për kërret e Hagës, veçanërisht për zotin Veseli dhe Thaçi, mund të ketë një impakt pozitiv për Partinë Demokratike, po jo aq sa sa pritet për faktin se vetë fakti ata që s'kanë qëndruar 5 vite në Kosovë e kanë bukur të vështirë rikyqjen e menjëhershme në politikë dhe nga ajo që unë kam biseduar edhe me njerëz që kanë qenë le të themi më përpara të akuzuar në këtë ta tribunale ngjashme që ka qenë këtu ky Kosovës i ngjan në tribunaleve ndërkombëtare që është aktualisht, e kanë vështirë edhe psikikisht që të jenë më njëherë të kyqur në garë, ju vjen kohë që ata të adaptohen me Kosovën, më 6 muaj deri në vit derisa mund ta marrin veten. Po flasim gjithmonë në situata hipotetike sepse ne ende nuk e dimë vendimin i cili do të jetë i gjykatës speciale në Hagë, që quhet domosdoshmë gjykata e Kosovës, po e zhvillon punën në Hagë. Do doja pyetjen e fundit të riktheshim pak ta elaborojmë këtë çështjen. Ne kishim një vit bllokuar nga mos zgjedhja e një emri për kryekuvendar. Erdhën zgjedhjet e dhjetorit dhe ja, kemi këtë rezultate me të cilin 51% vendosja triumfon. Sërish kemi një bllokatë të re politike. Me një fjalë, po i bie që 2020 do të shkojë, po e themi kushtimisht i humbur. Do të jetë një vit i humbur për gjitha qytetarët e Kosovës. Sa mund të psoj Kosova edhe në arenën ndërkombëtare pa pasur parasysh gjithmonë edhe këtë pjesën e brendshme. Në humbjet vetëm tani po i shohim, natyrisht që Kosova do të prodhon regres qoftë në aspektin ndërkombëtar dhe aspektin e brendshëm, sepse tregon që është ende shtet i cili nuk ka arritur këtë pjekurinë e saj që ta ketë pavarësinë e plotë nga bashkia ndërkombëtare dhe kësaj gjitha këteret që kanë arsyetuar deri me tani kundër Kosovës, ende Kosova nuk i meriton gjitha kompetencat, qoftë në aspektin ndërkombëtar, qoftë në përfaqësim në organizata ndërkombëtare, justifikon me këto vendime të këqija që i kanë marrë krerët të shtetit së fundmi. Ajo që është domosdoshme është që Kosova sa më shpejt futet në zgjedhje, ka institucione të reja legale dhe legjitime, në të njëjtën kohë le të themi të kemi marrëveshje edhe për president dhe për qeveri që do të ishte domosdoshme për vazhdimin e punës dhe kryrjen e punëve esenciale që i ka Kosova, qoftë në planin politik, ekonomik dhe juridik. Çdo matematikë tjetër e cila tenton që të abstrahoj ose le të themi të krijoj gjendje e cila shkon në një status quo të vazhdueshme, mendoj që qytetari i Kosovës do ta ndeshkojë, por gjithë ato parti që tregojnë në të ardhmen që kanë vullnet potencial që të bllokojnë vetëm për çështje të interesave politike dhe egove do të dënohen nga qytetarët. Dhe natyrisht që kjo është një mësim i madh për qytetarin e Republikës që vota nuk do të hidhet do si do, por do të jetë e matur pavarësisht subjektin se kë votoj. Zotërin Sadikaj, faleminderit që pranohet ftesën për të bashkëbiseduar. Faleminderit juve.